Pas një pune studimore 4 vjeçare, tashmë është botuar monografia shkencore Shkrimtaret shqiptare 1954-1990 nga autorja Meliza Krasniqi. Duke njohur mirë gjendjen e gruas shqiptare, në të kaluarën dhe në të tashmen, edhe në familje, edhe në jetë, edhe në kulturë, sidomos në letërsi, Meliza Krasniqi ja ka dhënë vetes mision të hulumtoj të gjej dhe analizoj të gjitha veprat letrore të shkruara e të botuara nga shkrimtarët shqiptarë, jo vetë periudhën 54-90, si dëshmi se gruaja shqiptare është gjysma e barabartë e natyrshme e shoqërisë, e familjes, e jetës, e kulturës, edhe e letërsisë shqipe. Dhe nga ajo vojza e gruaja me lak në fyt, ka arritur përgjatë dekadave të shekullit të 20 ta shfaqë e ta krijojë identitetin e vet kulturor përkundër shumë pengesave. Ideja për të marrë me gratë shqiptare të një periudhe kohore mjaft e gjatë mund të nxjerrë fare mirë 2, ndoshta edhe 3 monografi shkencore. Por Meliza Krasniqi ka zgjedhur ta sfidojë numrin e konsiderueshëm të shkrimtarëve dhe shumësinë e veprave të tyre. Mbi 60 shkrimtarë e diku mbi 230 vepra. Përgjatë javëve e muajve e viteve pasuese të idejës fillestare të paraqitur e të miratuar në dejën e letërsisë, Meliza Krasniqi ka hulumtuar në biblioteka kombëtare lokale, librari, stenda librash, panaire, ku ka dëgjuar se mund të gjej libra të shkrimtarëve shqiptare, sepse një pjesë e madhe e veprave të shkruara të botuara në atë kohë nuk kanë bërë jetë me pastajme publike, nuk janë ribotuar, do të thotë janë harruar. Dhe ja ka filluar punës në analizimin, shqyrtimin, interpretimin, vlerësimin e tyre. Duhet vetbesim i madh dhe kompetencë e lartë profesionale për të marrë me tërë ato libra, ashtu që rezultatet të përfshihen brenda kapakëve të një monografie, në një afat kohor 4 vjetë e disa muaj, atësa ishte edhe kozgjata e projektit të punës. Kjo monografi studimore ka bërë që shkrimtaret shqiptare të kësaj periudhe të jenë prezente në kujtesën tonë letrare. Meliza ka edhe vetbesimin dhe kompetencën profesionale dhe ja ka dalë që punën ta realizojë në nivel të shkëlqyer. Ja ka dalë që qëllimin e saj ta shndrojë në një monografi të lexueshme edhe nga ekspertët, por edhe nga lexuesi i gjerë. Cila është mënyra e operimit të studiuesit Krasniqi në këtë monografi për ta realizuar qëllimin e parashtruar? Monografia pas hyrjes dhe 2 kapitujve teorik e historik letrar ka edhe 4 pjesë të mëdha. Në pjesën e parë analizon shkrimtarët shqiptare të Shqipërisë, në pjesën e dytë të Kosovës, në pjesën e tretë të Maqedonisë së Veriut dhe në pjesën e katërt fundit të shkrimtarëve shqiptarë të Italisë. Renditja e shkrimtarëve bëhet sipas kriterit kronologjik. Vlerësimi shihet që bëhet përmes vëmendjes së kushtuar shkrimtarëve të caktuara dhe veprave të tyre. Pra shkrimtarëve më të mira dhe veprave të tyre u japet më shumë hapësirë. Monografia mbyllet me paraqitjen e rezultateve të hulumtimit në një bibliografi mjaft të vlefshme të shkrimtarëve shqiptare që nga libri i parë i botuar nga Musini Kokalar në vitin 1939 deri në vitin 1990 dhe me literaturën e gjerë të shfrytzuar, do thotë libra teorik, historik, letrar, shkrime, recensione, kritika, intervista, ku ka mundur t'i gjej. Dhe i ka gjetur pothuajse të gjitha. Meliza përdor të kombinuara një varg teorish letrare për t'ju qasur teksteve, duke pasur për bazë teorinë e studimeve gjinore, nga rrjedhin edhe gjinokritike, do të kritika gjinore edhe metoda e studimeve gjinore. E ka përdorur metodën sociologjike për t'i bërë biografi të shkurtra të shkrimtarëve dhe për ta ndërtuar kontekstin e jetës së tyre. Metodën e analizës së tekstit për t'i shkakluar elementet përbërëse të veprave deri në hollësitë më të emta stilistike e metrike e për t'i parë pastaj prapë si funksionojnë në tërësi. Mund të thuhet se herë përdor edhe metodën psikologjike, do teori psikologjike të studimit të tërësisë, që nganjëherë merr edhe në onca psikanalitike për të depërtuar në thelbin metaforik psikologjik si reflektimi i mendjes së shkrimtarëve, do të vargjeve, dhe në mendjeve e personazheve kryesore, kryesisht femra që janë në prozën e shkrimtarëve kësaj periudhe, si mjet e mundësi për të depërtuar edhe në mendjen e botën shpirtërore të autorëve. Ajo përdor edhe metodën krahasimtare për të bërë krahasim mes veprave të një shkrimtare të caktuar për të parë evoluimin e mundshëm, mes veprave të shkrimtarëve shqiptarë në tërësi, por edhe për të bërë krahasime mes shkrimtarëve shqiptarë të Shqipërisë dhe atyre të Kosovës e të Maqedonisë së Veriut, sepse ndryshonin edhe kontekstet sociopolitike e ideologjike, pra ndryshonin edhe mënyrat e krijimit letrar në secilin vend përkatës. Ajo përdor edhe mënyrat e analizimit të tekstit që rrjedhin nga teoria e narratologjisë për të analizuar teknikat narrative të tregimeve, novelave e romaneve. Është një kërcim i madh kur
merr pjesë në botimin e një libri, por është një gëzim shumë i madh kur për herë të parë së bashku një monografi përmblidhen zërat femëror shqiptar. Nuk është thjesht një korale, sepse çdo zë, sipas vetë studiuses Melizës, është një zë individual. Dhe këtë zbërthim e ka bërë vetë Meliza. Çdo zë është një zë individual. Do me thënë, çdo zë është një zë lirie, kur themi zë individual. Por, nga ana tjetër, gjithë botës, por edhe popullit shqiptar, kudo që është, këtu emocional, i takon dhe kjo korale. Sepse në fundit, edhe në hymnin e Evropës, që është hymni famshëm i Beethovenit, është zgjedhur ajo koralja e famshme, që është hymni i lirisë. Pra këtu ne jemi të gjitha së bashku dhe ky është një emocion. Por me që po flas për emocionet, dua të zgjedh këto dy fjalë që kam gjetur nga parathënia e Melizës, e cila flet për umnerën dhe drejtësinë. Do më thënë, umnera është ajo mëkesë e gjatë e zërit femëror, jo vetëm te ne, po kudo në botë. Dhe drejtësia është ky gjykim i sotëm për ta riparë, për ta risjellë këtë zë femëror që ngadonjëherë dhe harrohet. Ky studim synon vlerësoj përvojat e veçanta dhe zërat e marginalizuar të grave, duke paraqitur rrugtimin kronologjik të një grupi që për një kohë të gjatë ka qenë i nënvlerësuar dhe i përjashtuar nga historia letrare. Vepra e përmban emrat e 71 autorëve shkrimtare nga të gjitha trevat shqiptare. Në letërsinë shqipe, gruaja deri vonë është trajtuar vetëm si personazh. Nëse deri tani gruaja ka qenë kryesisht personazh, në letërsinë tonë, në veprën e shkrimtarët shqiptar, gruan e kemi autore, të Melizë. Në këtë vepër, autorja Meliza Krasniqi shpalos sa me shtrirje të hartës letrare, ajo edhe i vlerëson veprat e autorëve në hartën kohore 1954-1990. Kjo vepër ka vlerë për studiusit e letërsisë, që me shtrirjen e horizontit letrar t'i ndihmojnë thellimit të studimit. Pra, kjo vepër është një shkallë kulturore që ndihmon studiusit e letërsisë për t'i analizuar gjërësitë dhe thellësitë e veprës letrare. Deri tani nuk kemi pasur vepra të shtrira që studiusëve t'u mundësonin thellësitë për ta studiuar një letërsi të cilës i takojnë. Më vjen mirë që jam përfshirë në këtë vepër, organizuar kronologji, gjeografi, lehtësim, grumbullimi i autorëve, vepër e çmuar me elementet e leksikonit dhe enciklopedisë. Monografia shkencore shkrimtaret shqiptare 1954-1990 për herë të parë ndriçon kontributin e shkrimtareve shqiptare në letërsinë tonë kombëtare. Duhet thënë se në këtë monografi studiusja Dr. Meliza Krasniqi shqyrton edhe studimet letrare, kritikat e monografitë shkencore të shkruara të botuara nga gratë në periudhën e fjalë. Pra ajo përveç analizës letrare të veprave artistike, poezi, prozë dhe dram, shkruan edhe metakritik. Duke u nisur nga biografia e duke depërtuar deri në thelbin e leteraritetit të veprave të shkrimtarëve shqiptare, kjo monografi merr edhe vlerat e një teksti historik për shkrimin letrar femëror. Merr vlerë të tillë sepse qëllimi i studiuses Krasniqi nuk ishte vetëm analizimi, shqyrtimi, interpretimi e vlerësimi i veprave të shkrimtarëve shqiptare, por edhe krijimi i vendit të tyre në të merituar në historinë e letërsisë shqipe, do të thotë ringjallja e tyre, nxjerrja e tyre në pa dhe mbrojtja nga harresa. Kjo monografi është prijatare në këtë drejtim. Meliza Krasniqi ka bërë punë të madhe të jashtëzakonshme dhe mendoj se kjo monografi do të jetë referencë domosdoshme për çdo në të ardhmen që merret me shkrimtarët shqiptarë, për çdo që synon ta luftojë harresën në kulturën tonë, sidomos harresën ndaj nënave tona që na kanë mësuar gjuhën, ndaj mësuesve tona që na kanë mësuar shkrim leximin
ndaj shkrimtarëve tona që na kanë treguar përmes krimtarisë së tyre letrare e intelektuale se gruaja shqiptare nuk është thjesht vetëm objekt frymëzimi për poetët e shkrimtarët, por subjekt veprues në jetë, në punë, në shoqëri, në letërsi e në kulturë. Ajo që më befasoi për Melizën, sapo në kontaktet e para, ishte se më mori telefon dhe më pyeti për një shkrimtare, Olga Qano, që unë e shif një përdit në Korçë, po sikur ishte haruar, sikur se ja kishim thënë atë që duhet thoshte. Dhe aty kuptova seriozitetin e madh të veprës dhe kërkimit shkencor. Dhe zbuloj edhe tani që po shfletoj librin një punë të jashtëzakonshme, të lodhshme, por që për mua është, duhet ta përcaktoj si në radhë të parë si delikatesë mendore. Delikatesë mendore që s'është vetëm intelektuale, por është ajo delikatesë shqiptare, e femrave shqiptare, të cilat Elena Gjikës ose Dora Distance në Shkodër për ta nderuar i dërguan një pendë të argjend me filigram për ta nderuar, sepse është ajo delikatesa e shqiptares që ka qëndisur edhe në shkencë Meliza qëndis, sepse futet në të gjitha. Edhe është, kur themi delikatesë intelektuale, nuk është thjesht që ne ta shohim shumë e bukur, nga delikatesa femërore që e ka femra, ne e shikojmë në mendje. Edhe është një pasuri shumë e madhe. Po, kur flet për delikatesë, këtë radhë të një autore të veçantë, një studiose të veçantë, ajo përmban dashurinë e madhe. Nuk mund të kesh ti delikatesë mendore pa dashurinë. Dhe kur shoh këtë dashuri të madhe të një shkencëtare shqiptare, unë them që ne kemi hyrë në një epokë tjetër, sot, që dim të gjykojmë, dim të çmojmë, dim të guxojmë, ngadonjëherë edhe të kritikojmë, por ama ne kemi sot breza të tjerë që në historinë e letërsisë shqipe do thonë ne jemi. Unë e kam filluar vetë me këtë. Unë kam thënë kur kam filluar krimtarinë, unë jam në fillim se njeriu kur vetë dërgjërsohet në këtë kosmos thotë jam edhe unë. Pastaj thotë pse jam ose kush jam. Dhe ne kemi thënë këto gra këtu në mënyra të ndryshme këtë, edhe është një fat i madh që e kemi thënë, dhe kjo vetë ky takim kaq i ngrohtë është një festë shumë e bukur, e cila koincidon dhe me 8 marsin, dhe me këtë rast, në rast të parë unë uroj Melizën dhe pastaj të gjithë juve për këtë poem kaq të madh të energjisë femërore, jo se s'ka qenë, por që të thuash po, jo vetëm unë jam, po ne jemi, dhe do të jemi, dhe do të flasim, dhe do të jetojmë, dhe do të çlirojmë veten, është një gjë shumë e madhe. Gratë krijuese nuk shihen në ballinat e librave e as në raftet më të mira të librarive. Gratë krijuese vazhdojnë të mbesin nën hije. Unë do të thosha këtë që ne të tërvim nga ngjarjet tona, nga gjyshet tona, nga jetët tona, kaq të ndryshme dhe kaq të përbashkëta, me të cilat kemi kaluar jetën, na kanë frymëzuar, dhe arrim sot në këtë ditë që të konceptojmë atë që kemi bërë ashtu siç është të vërtetë. Dashti, unë do bëj një perifrazim të vogël, mund edhe ta zgjat pak. Po është fat i madh që kemi këtë libër, që më frymëzoi puna e Melizës për ta gjykuar, sepse shumë me jemi mësuar me kështjellat, edhe kur kemi pas parasysh këtu edhe librat që vjen faqe parë, edhe që ne kemi nevojë të tëra t'i shohim, të gjitha janë për figurat e mëdha historike tona, aq të domosdoshme, të lexuara shumë, sidomos kur ne fillojmë dhe rimësojmë historinë tonë që na i kanë fshehur. Aq të domosdoshme, me tërë ato emra që janë rishtuar,
Dhe atje ti nuk gjenë, gruaja është brenda, është si rëkez, është si ujë, edhe sot autore gra nuk janë të vendosur të një në faqen e parë. As në një librarie që shiten librat. Rallëtët kjo. Në këtë monografi shkencore trajtohen një varg shkrimtare shqiptare që kanë lënë gjurmë në artin ton letrar. Por kur të lexojnë këtë studimin e Melicës, do ta kuptojnë se çfarë kanë bërë, sepse atje nuk ka vetëm rreshtim titujsh, ka edhe përmbajtje. Dhe unë do të them këtu se me që unë jam një autore që pothuajse kam fatin të njoh të gjithë këto krijuese, në përjashtim të autoreve që nuk e njoh mirë nga personalisht po flas, nga arbëreshët, por edhe ato që si kam njohur brenda teritorit barë kombëtar, i kam njohur nga krimtaria, i ndjek çdo varg shqiptar, të grave shqiptare dhe vajzave shqiptare që shkruajnë, periudhë, duhet kuptuar edhe kjo periudhë. Periudha e cila sikur cimentohet me veprën e këtyre krijuesve nga viti 54 në vitin 90, e cila midis fjalës humner edhe fjalës drejtësi, me cilën drejtësi është kjo monografi, është edhe fjala për përlitje. Nuk është një fjalë që të na shkaktoj tërënditje, sepse është ajo fjala për përlitje që ne kemi jetuar në një diktaturë, në diktaturën tuaj të dyfisht, në diktaturën tonë. Dhe të jetosh dhe të japësh aq sa ç'mundet në këtë përpëlitje është ynore, do të thosha. Sepse përsëri ajo aq sa mund që në atë moment të shprehë liria, prapë është pjesë e lirisë. Prapë është pjesë e lirisë, sepse liria e gruas është pjesa më e bukur e gjithë botës. E nisa këtë udhëtim me një grua, me Musinë Kokalarin, shkrimtaren e parë shqiptare. Ishte ajo që më bëri të mendoj ndryshe mënyrën e se si e kemi pa letërsinë e grave. Më bëri të kuptoj se nuk mjafton të shohim krijimtarinë e tyre si raste të veçuara, por si traditë e vazhdueshme e qëndrueshme e lidhur në rrjet, dhe kësaj në vend që të shkruaj për një, vendosa të shkruaj për të gjitha. Në këtë mënyrë lindi kjo monografi, ku janë mbi 60 autore, 230 vepra të analizuara të interpretuara dhe mbi gjitha një histori kolektive e një zëri që shpesh ka kaluar në heshtje, por që kur nuk ka ndaluar së shkruari. Nuk do të gënjej, ka pasur ditë kur jam djere zhytur në këtë det emrash, fatesh, poezish, romanesh e dramash. Ditë kur më është dukur sikur ato gra, këto gra, ishin gjithmonë me mua, duke me folur, duke me recituar, madje duke edhe më kënduar në vesh, dhe ka qenë pikërisht ky zë i tyre që më ka frymëzuar pa pushim. Më kujtohet vargu i parë i vëllimit të parë të autores që është sot e pranishme këtu, Natasha Lakos. Nga do që shkoj, do të kthehem te ti grua. Dhe ja ku jemi sot, për të kthyer shikimin nga gratë që kanë lënë gjurmë letërsinë tonë. Monografia shkrimtare shqiptare 1954-1990 është botuar nga Instituti Albanologjik dhe do t'ju shërbej të interesuarve për albanologjin dhe zhvillimeve të letërsisë shqipe gjatë gjysmës së dytë të shekullit 20.